Imagjinoni të investoni kursimet tuaja të një jete të tërë ose kapitalin e kompanisë suaj në një makinë që premton të jetë aleati juaj në rrugë. Por në vend të fitimeve, ajo që gjeni është një rrugicë pa krye me punishte shumë të shtrenjta, pjesë këmbimi fantazm dhe një vlerë që bie më shpejt se një motor pa vaj. Tregu është plot me kurte të maskuara si mundësi. Sot, në një listë që nuk do të dëshironi që mekaniku juaj ta shihte, ju zbulojmë 12 markat dhe modelet e kamionëve që janë në falimentim teknik, financiar ose tregtar. Nëse shihni ndonjë nga këta në një lot rastësie, vraponi në drejtimin e kundërt. Fillojmë me numrin 12. Numri 12. Sterling Actera. Historia e Sterling Actera është një manual mbi atë se si të zhdukesh pa bërë zhurmë. Lindur nga bashkimi i mbetjeve të vjetra të Ford Heavy Truck dhe linjës së biznesit të Sterling të Freightliner, Actera u prezantua si një kamion shërbimi mesatar dhe i rënd, një konkurrent direkt për International dhe Ford të asaj kohe. Kishte një pamje katrore dhe funksionale, dhe në zemrën e tij rrihnin motor Cummins ose Detroit diesel mjaft konvencional. Problemi nuk ishte kur dizajni i tij filjestar, por dënimi i tij me vdekje. Kur Daimler, pronari Freightliner dhe përrjedhoi Sterling, vendosi në vitin 2009 të mbyllte markën përgjithmonë, nuk daloi vetëm provimin e kamionëve. Filloi një proces të ngadaltë dhe agonizues të çmontimit të rrjetit të tij të mbështetjes. Blerja e një Actera sot është blerja e një fantazme. Është blerja e një automjeti ekzistenca korporative e të cilit është fshirë. Nuk ka mbështetje zyrtare nga prodhuesi. Nuk ka linja telefonike të asistencës teknike Sterling. Manualet e shërbimit u shtëruan në relikte koleksionistësh. Feri i vërtet megjithatë është te pjesët e këmbimit. Edhe pse ndan disa komponent me Freightliner të tjerë të asaj kohe, Actera kishte një sasi të konsiderueshme pjesësh ekskluzive. Formacionet, elementet e kabinës, modulet elektrike, mbajtëset, sistemet e klimatizimit. Kur një nga këta komponent dështon, fillon një gjueti epike. Nuk është si të kërkosh një pjesë këmbimi për një Freightliner Century, i cili u prodhua me miliona. Është të lundrosh në përvareza makinash të largëta, forume internetit të braktisura dhe punishte të vogla që mbase, vetëm mbase, ka një pjesë të ndryshkur në një raft me pluhur. Kostoja e këtij kërkimi nuk është vetëm monetare, është kohore. Kamioni juaj mund të kalojë javë ose muaj i imobilizuar, duke pritur që të shfaqet një pedale frena, një dorezë dritareje ose një grup instrumentesh. Actera është personifikimi i vdekjes nga braktisja. Nuk është i keq në vetvete, por bota ka ecur përpara patë. Vetërheqja e tij në të tashmen është një detyrë titanike, e kushtueshme dhe në shumicën e rasteve ekonomikisht e paarsyeshme. Është i pari në listën tonë, sepse defekti i tij më i madh është mungesa. Mungesa e mbështetjes, e së ardhmes dhe esencit të përbashkët për çdo që vendos të bastojnë mbi të. Numri 11. Ford Cargo. Ford Cargo është një ikon. Në shumë vende, veçanërisht në Evropë dhe Amerikën Latine, përcaktoi për dekada se si ishte një kamion i ngurtë shpërndarje. Kabina e tij me akses të ulët, robustësia e tij e perceptuar dhe prestigji i ovalit blu e shndëruan atë në një bestseller. Por koha dhe kilometrat nuk kanë qenë të sjellshëm me gjeneratat para ridizajnimit integral të dekadës së vitit 2010. Futja në blerjen e një Cargo të vjetër, veçanërisht atyre të viteve 90 dhe fillimit të viteve 2000, është si të hapësh një kuti të Pandorës prot me gremlin elektrik dhe sëmundje kronike të suspensionit. Problemet elektrike janë legjendare. Cargot e asaj kohe vuanin nga një instalim kablor që, me kalimin e viteve, duket se zhvillon një mendje të vetën. Konektorët ndryshken, izolimet plasariten dhe qarqet fillojnë të sjudhen në mënyrë spektrale. Drita që ndizen vetë, tregues që pulsojnë pa arsye, defekte të ndërprera në injektor ose në sensor, që lën shoferin dhe mekanikun në një lloj gjëgjëzash të vazhdueshme. Diagnostikimi i këtyre defekteve kërkon një durim shenjtorësh dhe një elektricist të specializuar që tashmë është një specie në zhdukje. Nuk është një problem që të lë gjithmonë në rrugë, por është një burim konstant i frustrimeve të vogla dhe shpenzimeve të papritura. Por nëse energjia elektrike është sistemi nervor i sëmurë, suspensioni i parë është këmba e thyer që nuk u shërua kurrë mirë. Shumë nga këta Cargo përdornin një sistem suspensioni me fletë sustash të përparme me një dizajn që vuante tmerrsisht me ngarkesa të pabarabarta ose rrugë në gjendje të keqe. Mbajtëset e fletëve të sustave, bushullat dhe komponentët e drejtimit të lidhur konsumohen me një shpejtësi të pazakontë.
Rezultati është një kamion që lundron në rrugë, që kërkon korrigjime konstante në timon dhe që konsumon gomat në mënyrë të pabarabartë në një formë alarmante. Mbajtja e rreshtimit dhe gjeometrisë korrekte shtërohet në një betejë të humbur, një puset pafund ku hidhen para në pjesë këmbimi dhe krah pune. Të blesh një kargo të vjetër është të blesh një pjesë historie, por është një histori e shkruar me fatura punishtéje, orë diagnostikimi dhe shqetësimin konstant se çfarë do të dështoj herën tjetër që do të ndezësh kontaktin. Është një klasik, por si shumë klasik, mirëmbajtja e tij është një hobi i kushtueshëm, jo baza e një biznesi fitimprurës. Numri 10. Marmon. Të flasësh për marmon të viteve 90, do të thotë të flasësh për një legjend, për një kamion që ndërtohej pothuajse me dorë, me një cilësi materialesh dhe një nivel personalizimi që rivalizonte me makinat e luksit. Ishin makinat e zgjedhura nga pronarët operatorët më të suksesshëm, ata që donin diçka unike, të mbingarkuar dhe me një prani në rrugë që do të bënte asfaltin të drivej. Një marmon i mirëmbajtur mirë, jasaj e re, është një vepër arti lëvizse. Dhe këtu qëndron problemi. I mirëmbajtur mirë është një koncept që, për një marmon, ka një çmim që mund të kalojë atë të një kamioni të ri të gamës mesatare. Makthi i marmon është ai i specializimit ekstrem. Praktikisht asgjë në atë kamion nuk ishte standarde. Nuk ndante pothuajse asnjë komponent me marka të tjera. Shasia, kabina, elektronika, interierët, gjithçka ishte marmon. Kur kompania u përpi dhe prodhimi i saj u zbe, zinxhiri i furnizimit të pjesëve të këmbimit u thye pothuajse plotësisht. Nuk ka katalog në vetë shërbim, nuk ka kopje gjenerike. Nevoja për një guarnicion të thjeshtë drejtimi, një pasqyrë specifike, një panel instrumentesh ose, mos e dhash zoti, një pjesë strukturore të kabinës shndërrohet në një odise. Opsionet janë 3, dhe të gjitha janë të këqija. Së pari, të kërkosh në një varez makinash të specializuar për marmon, ku çmimet janë stratosferike sepse pjesa është e pazvendësueshme. Së dyti, të përpiqesh që një punishte makinerish të rënda të prodhoj pjesën sipas porosisë, me kostot e inxhinierisë dhe provimit unik që kjo nënkupton. Së treti, të kanibalizosh një marmon tjetër, duke perpetuar ciklin. Si mjet pune i përditshëm, një marmon i vjetër është një elefant i bardhë. Vlera e tij sentimentale dhe estetike është në përpjestim të zdrejtë me qëndrueshmërinë e tij ekonomike. Çdo kilometër i përshkuar është një bast, sepse çdo avari, sado e vogël qoftë, mund të nënkuptojë javë pasiviteti dhe një faturë me 4, 5 ose 6 zero. Është kamioni perfekt për një muze ose për një koleksionist miliarder me punishten e tij. Për çdo person tjetër, është një bilet e sigurt drejt falimentimit, një makinë e bukur dhe e padobishme që do t'ju kujtojë çdo ditë ndryshimin midis një kamioni dhe një skulpture lëvizse me motor. Numri 9. Western Star 4900. Para se Western Star të rinovonte veten si një markë luksi brenda grupit Daimler, me modelet 5700 dhe 6900, ekzistonte legjenda. Western Star 4900 dhe vëllezërit e tij të viteve 80 dhe 90 ishin kamion të bërë sipas masës, me një nivel mjeshtrie dhe një kompleksitet mekanik që i bënte ata unik. Ishin Cadillacët e rrugës, por me mekanikën e një transatlantiku. Dhe kjo është pikërisht arsyeja pse ata janë një makth në botën reale aktuale. Kompleksiteti i një Western Star 4900 të vjetër është dërmues. Nuk ishte e rrallë që këta kamion të kishin sisteme pneumatike tepris për frenat dhe suspensionin, skema elektrike labirintike me rele dhe siguresa të dedikuara për çdo funksion, dhe motor aq të personalizuar sa manuali i shërbimit ishte një dokument unik për çdo shasi. Filozofia ishte nëse mund ta imagjinosh, ne e ndërtojmë. Rezultati, dekada më vonë, është një enigme pamundur për t'u deshifruar për çdo mekanik që nuk është një mjeshtër i moshuar që ka punuar në fabrikën origjinale. Kostot e riparimit nuk janë të larta, ato janë stratosferike. Një problem i thjesht në sistemin e sofistikuar të kondicionimit të kabinës, që shpesh ishte një njësi e tregut pasues të cilësisë së lartë të instaluar në fabrik, mund të kërkojë provimin e një tubi special ose kërkimin e një kompresori të vjetruar. Një rjevje në sistemin e ndërlikuar të ajrit të frenave mund të nënkuptojë çmontimin e gjysmës së kabinës për të hyrë në një linjë të varrosur në shasi.
Dhe për shkak se shumë komponent ishin të personalizuar ose nga furnitor që nuk ekzistojnë më, zgjidhja zakonisht është një përshtatje artizanale, me humbjen pasuese të besojshmërisë dhe rrezikun që të prek sisteme të tjera të ndërlidhura. Të posedosh një nga këta Western Star klasik është si të kesh një avion privat të vjetër. Blerja filestare mund të duket si një marrëveshje e mirë, por hangari, punishtja, mekaniku i specializuar, me çmimari dhe pjesët e këmbimit, të bëra me porosi, do t'ju çojnë në rënim në kohë rekord. Është një yll që ndaloi së zhdrituri për një arsye. Drita e tij ishte shumë e shtrenjtë për t'u mbajtur. Për shoferin që kërkon një kamion, jo një projekt jete, i vjetri 4900 është një rrugë drejt për drejt dëshpërimit financiar. Numri 8. Sinotruk ose fa në tregje juantare. Tundimi është i fuqishëm, pothuajse i papërmbajtshëm. Një kamion i ri ose pothuajse i ri, me një çmim që është gjysma ose 1/3 e një Volvo, një Scania ose një Freightliner ekuivalent. Marka si Sinotruk, Fa, Shakman ose Dongfeng ofrojnë këtë premtim në tregjet e Afrikës, Amerikës Latine dhe madje edhe në disa cepa të Evropës lindor. Mirazi i çmimit të ulët filestar megjithatë fsheh një shkretir problemesh që hapet sapo kamioni del nga koncesionari. Problemi themelor nuk është gjithmonë cilësia filestare, e cila është përmirësuar, por ekosistemi i plot, ose më saktë, mungesa e tij. Të blesh një kamion nuk është të blesh një produkt, është të blesh akses në një rrjet. Një rrjet shërbimi të kualifikuar, pjesë këmbimi të disponueshme në një afat të arsyeshëm, mbështetje teknike nga prodhuesi dhe një vlerë rishitjeje që nuk avullon si tymi. Këto marka, jashtë tregut të tyre shtëpia kinez, u mungon e gjithë kjo. Rrjeti i shërbimit zakonisht është i pakët dhe pak i trajnuar. Një punishte lokale mund të guxojë të ndërojë një filter vaj, por kur paraqitet një problem me sistemin e trajtimit të gazrave, shumë kompleks në motorët modern, me elektronikën e motorit ose me transmisionin, thjesht nuk kanë mjetet e diagnostikimit, njohurit ose pjesët e këmbimit. Kamioni shndërrohet në një zbukurim të shtrenjtë. Pjesët e këmbimit mund të vonohen muaj të tërë për të mbërritur, nëse mbërrin, të dërguara nga Kina në kontenjer detar. Nuk ekziston një treg i pjesëve të këmbimit alternativ ose gjenerik. Dhe pastaj është vlera e rishitjes ose mungesa e saj. Një kamion është një aset dhe një pjesë e financimit të tij bazohet në faktin se do të mund ta shesësh pas disa vitesh për të ndihmuar në pagjesën e tjetrit. Një Sinotruk 5 vjeçar në një treg jo kinez ka një vlerë të mbetur afër zeros. Askush nuk e do, sepse të gjithë e njohin historinë. Mbetesh i bllokuar me një aset që zhvlerësohet me shpejtësi të plot dhe që është e pamundur të likuidohet. Çmimi i ulët filestar është në realitet një çmim i plot. Pagon gjithçka paraprakisht, duke përfshirë pamundësinë e ardhshme për ta shitur dhe kostot e ndalesave të pafundme për avari pas zgjidhje të shpejtë. Është një rënim i ngadallt, i sigurt dhe total. Numri 7. International TerraStar. International Trucks, një emër me një trashëgjimi të madhe, bëri një gabim llogaritjeje madhor me TerraStar. I lancuar në fillim të viteve 2010, ishte një kamion shërbimi klasës 4 shtupje 5, i projektuar për të konkuruar me Ford F650 dhe Freightliner M2. Propozimi i tij ishte një motor diel internacional i madhësisë mesatare dhe një transmision automatik Allison, gjithçka e mbështjell në një kabinë me një stil të veçantë. Por TerraStar lindi me një defekt fabrike, që International nuk diti ose nuk deshi ta zgjidhte plotësisht. Probleme kronike dhe katastrofike me transmisionin e tij. Modeli specifik i transmisionit Allison i përdorur dhe integrimi i tij me motorin dhe softurin e automjetit ishte një dështim. Pronarët dhe flotat raportuan defekte tepër të hershme, nderime të ashpra, humbje fuqie dhe, në shumë raste, shkatërimin e plot të transmisionit me më pak se 100.000 kilometra. Punishtet Allison të pavarura filluan ta njohin modelin si një klient të shpeshtë dhe me kosto të lartë. International nxori rishikime software-i dhe fushata shërbimi, por për shumë njësi, problemi dukej i brendshëm i dizajnit. Mëkati i vërtet megjithatë ishte braktisja. International, duke parë shitjet e ulta dhe detin e ankesave, vendosi thjesht të vriste TerraStar.
e ndërpreu pa një pasardhës të qartë, duke i lënë pronarët me një kamion që kishte një reputacion si bombë me sahat mekanike dhe, tani, me stigmën e të qenit një model jetim. Marrja mbështetje specifike u bë e vështirë. Teknikët e specializuar për modelin ishin të paktë dhe vullneti i mirë i fabrikës për të zgjidhur problemet nën garanci u avullua shpejt. Blerja një Terastar sot është blerja e mbetjeve të një eksperimenti të dështuar. Është shumë e mundur që po merrni një kamion komponenti më i shtrenjtë dhe kritik i të cilit, transmisioni, ka një probabilitet të lartë të dështojë në mënyrë katastrofike. Dhe kur të dështojë, do të zbuloni se zgjidhja nuk është e lehtë, as e lirë, dhe se prodhuesi që e konceptoi tashmë i ka larë duart nga çështja para vitesh. Është modeli definitiv i një blerjeje të keqe, një defekt i njohur, një braktisje nga ana e prodhuesit dhe një kosto riparimi që kalon vlerën e automjetit. Një rrugic pa krye me rrota. Nëse besoni se këta janë të këqij, bëhuni gati. Tani hyjmë në territorin e maktheve të vërteta mbi rrota. 6 të ardhshmit nuk janë vetëm blerje të këqija. Janë vrimat e zeza financiare që kanë çuar flota të tëra drejt falimentimit. Këtu është më e keqja e më të keqes. Numri 6. Freightliner Argosy. Në një treg të Amerikës së Veriut, të fiksuar pas kamionëve me kofano të gjatë, Freightliner Argosy ishte një zog i rrallë, një kabover modern dhe i fuqishëm, i projektuar për aplikime ku gjatësia totale ishte kritike, si në trenat e rrugës në Australi ose në transportet e caktuara speciale. Megjithatë, fati i tij ishte i shnuar nga indiferenca. Kur Daimler vendosi ta tërhiqte nga tregu, nuk e bëri me një ura të fundit, por me një heshtje administrative që është bërë dënimi i tij i përhershëm. Argosy nuk është vetëm një kamion i ndërprer, është një kamion nga i cili babai i tij hoqi dorë plotësisht. Mbështetja zyrtare u avullua. Nuk ka linjë ndihme teknike, nuk ka përditësi me shërbimi dhe manualet janë relikte digjitale në formate të vjetruara. Por feri i vërtet, përsëri, është te pjesët. Argosy ndante motorin dhe transmisionin me Freightliner të tjerë, por kabina e tij, shasia e tij specifike dhe të gjithë komponentët e karroqerisë dhe montimit ishin ekskluziv. Një derë, një xham i përparm, një panel instrumentesh, sistemi i klimatizimit të kabinës, secili prej këtyre elementeve është një pjesë muzeu. Varrezat e makinave që dikur kishin një Argosy, tashmë e coptuan para vitesh, dhe ajo që mbetet është e kallbur ose tashmë ushqit me një çmim ari. Kostoja e një riparimi të karroqerisë pas një incidenti minor është astronomike, sepse nënkupton kërkimin pothuajse arkeologjik të pjesëve dhe pastaj instalimin e tyre nga një punishte që ndoshta nuk ka parë kurrë një Argosy në jetën e saj. Kamioni shtërohet në një burg nga i cili nuk mund të shpëtosh. Nuk mund ta përdorësh nga frika e dëmtimit dhe nuk mund ta shesësh sepse askush me mend në kokë nuk do ta blinte. Është një monument i papajtueshmërisë, një rrugic pa krye e inxhinierisë që Freightliner preferoi të haronte. Dhe nëse prodhuesi e haroi, çfarë shpresë mund të ketë një pronar privat? Zero mbështetje, do të thotë zero e ardhme. Është një anije fantazm që lundron pa kapiten, as port, duke pritur mbutjen finale. Numri 5. Kamion rus, Kamaz, Maz. Tundimi mund të shfaqet në formën e një oferte të papërmbajtshme. Një Kamaz 8x8 pothuajse i ri, një bish aparentisht e pathjeshme, me një çmim që duket si vjedhje. Për dikë që ka nevojë për një kamion për një punë të vështirë, kënga e sirenës është e fuqishme. Por importimi i një kamioni rus në një treg perëndimor, Evropë, Amerikë, është një nga gabimet më katastrofike që mund të bëhen. Nuk është çështje cilësie, është një problem i papajtueshmërisë totale të ekosistemeve. Së pari, rregulloret. Një Kamaz ose një Maz janë projektuar për të përmbushur normat ruse, të cilat janë dukshëm më lejuese në emetime, siguri pasive dhe zhurmë sesa normat euro ose ato të EPA-s. Legalizimi i tij për të qarkulluar mund të jetë drejt për drejt i pamundur. Nuk ka sistemet e trajtimit të gazrave të nevojshme, as regjistrate e homologimit, as certifikatat e sigurisë. Është një objekt ilegal mbi rrota, para se të ndizet fare. Së duti, pjesët e këmbimit. Zinxhiri i furnizimit është jo ekzistent jashtë sferës së ndikimit post-sovjetik. Një filter karburanti, një sensor, një guarnicion aksi. Pjesë që për një kamion perëndimor janë kudo. Për një Kamaz, kërkojnë një porosi në Minsk ose në Moskë, me kohëpritje prej muajsh, kosto importi të jashtëzakonshme dhe kërcenimin gjithmonë prezent të sanksioneve tregtare që bllokojnë dërgjesën. Përveç kësaj,
metrika e pjesëve është e ndryshme. Vivhat janë milimetrike, por të një standardi tjetër. Kushinetat janë të një specifikimi të pazakont. Madje edhe filetimi i tapës së vajit është i ndryshëm. Së treti, besojshmëria jashtë kontekstit. Këta kamion janë legjendarisht të fortë në stepat ruse, por ajo fortësi bazohet në një thjeshtësi brutale dhe në një tolerancë ndaj hapësirave të mëdha. Në një mjedis perëndimor, ku pritet një saktësi, një performancë konstante dhe një integrim me sistemet logjistike digjitale, ata janë si një elefant në një dyqan kristali. Konsumojnë karburant në një ritëm tmerrues, janë shumë të ngadaltë dhe kabina e tyre është një martirizim në udhëtime të gjata. Blerja e një kamioni rus jashtë habitatit të tij është blerja e një problemi monumental, një makinë që nuk do të jetë kurrë plotësisht legale, kurrë plotësisht e besueshme, dhe që do t'ju izolojë nga e gjithë infrastruktura e mbështetjes që i jep jetë një kompanie transporti. Është një mur tullash që do t'ju godas në fytyrë çdo ditë. Numri 4. Modele të caktuara të motorit Caterpillar për rrugë, C15 ACRT problematik. Këtu, tragedia ka një emër të nderuar. Caterpillar. Për dekada, unaza ovale e kuqe në anë të motorit ishte një vulë e cilësisë së pathjeshme, e rrotullimit, tork, të pafund, dhe e qëndrueshmërisë për 1 milion miljesh. Pastaj erdhi era ACRT, teknologjia e emetimeve reaktive avancuare Caterpillar, dhe specifikisht disa motor C15 ACRT të mesit të viteve 2000. Ky nuk është një problemi një kamioni, është problemi i një motori legjendar që mbante një defekt lindjeje. Një defekt aq i shtrenjtë për t'u riparuar, saqë ka dënuar në vareza makinash, kamion që përndryshe ishin perfekt. Problemi fokusohet te kokat e cilindrave. Të projektuara për të përballuar presionet ekstreme dhe temperaturat e teknologjisë së emetimeve ACRT, disa nga këto koka paraqisnin mikrokrisje ose defekte derdhjeje. Me kohën dhe përdorimin, këto krisje përhapen. Simptoma është përzierja e ftosit dhe vajit, humbja e kompresimit dhe përfundimisht dështimi katastrofik. Riparimi nuk është një punë e thjeshtë guarnicioni. Kërkon çmontimin e plot të pjesës së sipërme të motorit, zëvendësimin e kokave defektive, që kushtojnë një pasuri në vete, dhe shpesh rektifikimin e bllokut. Krahu i punës i specializuar për këtë punë me një motor C15 është astronomik. Fatura totale për këtë riparim mund të lëviz lehtësisht midis $25.000 dhe $35.000. Dhe kjo është dilema apokaliptike. Shumë nga kamionët që montonin këta motor, Kenworth 800 të vjetër, Peterbilt 379, mund të kenë në tregun aktual një vlerë midis $20.000 dhe $60.000. Cili pronar me mend në kokë do të investonte $30.000 në riparimin e një motori në një kamion që vlen $50.000? Përgjigja është askush. Këta kamion, kur motori dështon, shiten për pjesë ose dërgohen direkt për skrap. Fantazma e C15 ACRT problematik ka krijuar një treg të meri. Blerja e një kamioni të asaj ere pa një histori shëtbimi të plot dhe të dokumentuar mbi gjendjen e kokave është të luash ruletën ruse me një fishek në çdo dhomë. Është të trashëgosh një bombë me sahat tiktaku, i së cilës matet në dollar për minutë, dhe shpërthimi i së cilës do të thotë humbje totale e investimit. Numri 3, marka Gjinaf. Gjinaf nuk është një prodhues kamionesh, është një prodhues tankesh me licencë kamioni. Lindur në Holand, arsyeja e ekzistencës së saj është të ndërtojë automjete hiperspecializuara për aplikimet më ekstreme të planetit. Transportin e turbinave të erës, automjete për industrinë e naftës në Arktik, kamion për minjera me hapje qelore. Një Gjinaf është një kryevepër e inxhinierisë, me akse të dizajnit të vet, sisteme suspensioni hidropneumatik, korniza çeliku të lidhur dhe motor të fuqisë shumë të lartë. Dhe është, pa asnjë dyshim, kamioni më i keq që mund të blesh për çdo gjë që nuk është aplikimi i tij specifik origjinal. Marrja e një Gjinaf në rrugë normale është si të përdorësh një kostum astronauti për të shkuar për të bler bukë. Gjithçka në të është optimizuar për qëndrueshmëri ekstreme, jo për efikasitet, komoditet ose kosto. Konsumi i karburantit është monstruos, sepse po shtyn një masë të madhe me një aerodinamik tullash. Gomat janë speciale, të profilit të ulët dhe me çmime stratosferike. Suspensioni, i mrekullueshëm për të thithur gur prej gjys metri, është i parehatshëm dhe reaktiv në një autostradë.
por vrima e vërtet e zezë është mirëmbajtja. Nuk ekziston një punishte e qoshjes për një gjinaf. Çdo ndërhyrje kërkon teknikë të specializuar, mjete specifike dhe, sigurisht, pjesë këmbimi që i prodhon vetëm gjinaft në Holandë. Një kontroll rutine kushton sa një riparim madhor në një kamion normal. Një avari në sistemin kompleks hidropneumatik mund të kushtoj më shumë se sa vlen një kamion i dorës së dytë i një marke konvencionale. Është një automjet i konceptuar që kostoja e operimit të jetë një detaj sekondar në një projekt prej $100 miliona. Në duart e një pronari operatori ose të një flote të vogël, është një kancer financiar. Është epitomi i elefantit të bardhë, një aset me një kapacitet mahnitës që në kontekstin e gabuar ju konsumon të gjallë me shpenzime derisa nuk mbetet asgjë. Blerja e një gjinaf pa një kontrat miliona dollarëshe që justifikon ekzistencën e tij është përkufizimi i çmendurisë sipërmarrëse. Numri 2. Kamionet e erës. Navistar Max Force. Në fillim të viteve 2000, Navistar International mori një vendim strategjik të guximshëm dhe, në retrospektiv, katastrofik. Vendosi të zhvillonte familjen e saj të motorëve diell me emetime të avancuara, Max Force, për të mos varur më nga furnitor si Cummins. Motorët Max Force, 11 dhe 13, që pajisën mira kamion International ProStar dhe Lone Star, u bën shpejt sinonimi i dështimit më të keq të inxhinierisë në historinë moderne të transportit të Amerikës së Veriut. Problemet ishin të shumta dhe sistemike. Dizajni i sistemit të riqarkullimit të gazrave të shkarkimit, EGR, ishte intrinsekisht problematik, duke quar në një karbonizim masiv, në defekte të valvulave dhe në një konsum vaj të pakontrolluar. Sistemet e trajtimit të gazrave dështonin vazhdimisht. Motorët vuanin nga humbja e fuqisë, ndalesat në mes të rrugës dhe një jetëgjatësi qesharake të shkurtër. Flotat shihnin se si këta kamion të rinj kalonin më shumë kohë në punisht se sa në rrugë. Navistar u përpoq të arnonte problemin me përditësime software i verifishikime, por defekti ishte i dizajnit themelor. Rezultati ishte një ortek pa dish kolektive, një humbje besimit të klientëve, nga e cila Navistar nuk është rikuperuar kur plotësisht, dhe një treg i përdorur i helmuar. Blerja e një International ProStar të erës Max Force është blerja e një lotarie, ku çmimi i vetëm është një faturë riparimi prej $20,000 për një rindërtim të motorit. Këta kamion kanë një stigmë aq të thellë, saqë blera e tyre e mbetur është praktikisht zero. Janë fantazmat hakmarrëse të një vendimi të keq korporativ dhe kanë zhënuar financiarisht qindra pronar operator dhe flota të vogla. Është eksperimenti i dështuar që mori me vete besueshmërinë e një marke 100-vjeçare. Prekja e tyre, edhe nëse çmimi duket i fallur, është prekja e lepros mekanike. Numri 1. Çdo kamion i prodhuesi të shuar. Oliver. Dhe arritëm në humner. Vendi numër 1 nuk është për një model konkret, por për një parim universal të mbijetesës në botën e transportit. Kamioni më i keq që mund të blesh është cili do prodhuesi i të cilit është zdukur nga harta pa lënë një trashëgjimtar të qartë, një rrjet mbështetjeje ose një arkiv planesh. Marka si Oliver, Brockway, White në zhdukjen e saj finale, ose Diamond Reo në Amerikë, ose Seddon Atkinson, ERF, në kontekste të caktuara në Evropë. Këto nuk janë marka të ndërprera nga një mega korporat që ende ekziston, si Sterling. Janë marka të vdekura dhe të varosura, asetet e të cilave u likuiduan dhe dizajnet e të cilave u humbën në natën e kohërave. Të blesh një kamion të një marke të tillë është të blesh një fosil. Është blerja e një objekti që nuk ka më vend në ekosistemin botëror. Nuk ka prodhues, nuk ka departament pjesësh, nuk ka inxhinier për t'u telefonuar. Nuk ka vareza makinash të specializuara, sepse ka 30 vite që nuk prodhohet. Çdo komponent, nga buloni më i vogël deri te paneli i kabinës më i madh, është një relikt. Nëse prishet, nuk riparohet, rishpikët me një kosto që nuk ka asnjë lidhje me realitetin. Këta kamion janë monumente të padobis. Mund të jenë të patmet, mund të kenë një motor që ende punon, por vlera e tyre praktike është zero. Janë kurte nostalgjie. Një naiv mund të shohë një Oliver të mirëmbajtur dhe të mendojë çfarë bukurie, çfarë mundësie. Një ekspert sheh një arkivo mbi rrota. Nuk është një automjet, është një përgjegjësi. Nuk mund të operohet nga frika se mos prishet,
nuk mund të shitet sepse nuk ka blerës racional dhe nuk mund të falet sepse do të ishte një mallkim për marsin. Është falimentimi total i materializuar. Përfaqëson investimin absolut pa mundësi kthimi, humbjen e pastër. Duke mishuar vdekjen definitive të çdo mundësie mbështetjeje, dobishmërie dhe vlere, çdo kamion i një marke të shuar pa rrjet mbështetës merr me të gjitha shpërsinë e rastit vendin e parë në këtë listë të asaj që nuk duhet të blesh kurrë. Është leksioni final. Në transport nuk blen një kamion, blen akses në një sistem të gjallë mbështetjeje. Dhe nëse ai sistem vdiq para dekadash, ajo që merr në shtëpi nuk është një aset, është një kufom shumë e rëndë.